Pas mesnatës, qyteti i Lushnjës u trondit nga një shpërthim tritori në lagjen Gafur Muça. Lënda plasëse, siç shihet në pamje, është vendosur në murin e jashtëm të një apartamenti në katin e parë të pallatit 5 katësh. Nga shpërthimi ka dëme të vogla materiale, kryesisht xhama dhe suvatim. Banesa është në pronësi të Shaqe Gjatës, e ëma e Klea Gjatës, ishte dashura e të dënuarit me burgim të përjetshëm Lajert Haxhiu. Në banesë në momentin e shpërthimit nuk ka patur njerëz, tha mburime, ndërsa dyshohet se lënda plasëse është vendosur si një mesazh kërcënues ndaj 29 vjeçares dhe familjarëve të saj. Para 2 viteve, në shtator 2023, Klea Gjata u arrestua në kuadër të operacionit Kur mos harro, që çoi në pranga 12 persona dhe në kërkim 4 të tjerë të akuzuar për vrasje, shpërthime tritoli, grabitje dhe tentativë vrasje. Krimet u zbardhën fal të penduarit të drejtësisë Artan Tafani, ish antar i grupit të Lajert Haxhiut. Aso kohë nëna e saj, Shaqe Gjata, deklaronte se vajza e saj është kërcënuar edhe pse nuk kishte asnjë lidhje me krimet e Haxhiut. Më 21 mars 2024, gjykata e apelit vendosi të zëvendësoj masën e sigurimit nga arrest në burg në detyrim paraqitje për Klea Gjatën, por duke i mbajtur pasaportën në mënyrë që të mos largohet nga vendi. Aktualisht Gjata është në hetim për akuzat mos kallëzim krimi dhe për krajet e autorit të krimit në lidhje me vrasjen e Alban Semakut, i cili u ekzekutua nga banda e ish të dashurit, ndërsa Haxhiu është i dënuar me burgim të përjetshëm për një sër krimesh të rënda që ka ndodhur në periudhën 2017-2021.